kompania është e krijuar, shprehja e interesit është e pranishme dhe marrëveshja është private. Është mënyra se si zhvillohet çdo vend demokratik. Unë nuk njoh ndonjë vend në sferën demokratike që mund t'i ndaloj privatët të bëjnë marrëveshje midis tyre. Nëse njihin ndonjë, më thoni. Nuk njoh ndonjë vend ku qeveria apo institucionet janë proaktive dhe shkojnë u thonë privatëve mos guxoni të lidhni marrëveshje. E njihja një vend ku privatët nuk lejoheshin të ishin private, ku të huajt ishin të gjithë armiq, të gjithë ishin ndikim i keq. E njihja, e luftova kundër dhe për fal Zotit fituam. Është gardi, e dashur. Çdo privat në këtë vend ka të drejtën të kërkojë leje për të vendosur një gard rrethues në pronën e tij. Çdo pronar privat në këtë vend të luftosh kundër gardeve të pronave private, çfarë do të thotë?